Zhurma e brendshme në Partinë Socialiste pas qëndrimeve të Elisas Piropalit në rrjetet sociale ka sjellë dhe reagimin e kreut të grupit parlamentar të mazhorancës. I pyetur nga mediat, nëse PS do të mbajë një qëndrim për kritikat e Piropalit, Balla tha se në fund të çdo sesioni parlamentar do të bëhet një analizë performancës së çdo ligjvënësi. Ne kemi një rregull që në çdo fund sesioni bëjmë një analizë të performancës së punës së çdo deputeti, kryesia e grupit parlamentar i paraqet grupit parlamentar një raport. Duke sqaruar se kritikat e Piropalit nuk janë shprehur gjatë mbledhjeve të grupit, Balla theksoi se vlerësimi i performancave të deputetëve bëhet çdo korrik. S'kam dëgjuar në mbledhje grupit. Për performancën e çdo deputetit të Partisë Socialiste është rregull, un kam 21 vjet të grup parlamentar, atëherë bëhet një vlerësim i performancës së cilit, ku padyshim pastaj kërkohet përmirësimi i punës apo çështje të tjera. Sa i përket procesit të rienergjizimit të partisë, shefi i deputetëve të Majit u shpreh se kjo është dhe një mënyrë për të përgatitur për zgjedhjet e ardhshme vendore. Ky proces rienergjizimi i partisë ndërlidhet me fazën tjetër. Faza tjetër janë zgjedhjet vendore. Partia Socialiste e Shqipërisë konkuron për të fituar në të 61 bashkitë e vendit. Për mediat, Balla gjithashtu shpjegoi se ndryshimi në kodin e procedurës penale nuk ka mbetur në zyrtarët e kuvendit, por do të diskutohen në komisione brenda këtij sesioni.